Mbi 10 vjet mund të kisha që nuk isha ardhur me pushimet e vitit të ri në Shqipëri, edhe arsyeja është jemi largë, sidomos kur jeton jashtë shtetit, Angli, Greqi, kudo që të jetë, hajde greqisht dhe më afër do më thoni, siç e pat radhën bëhet nami për pushime, edhe nuk e marrin të gjithë guximin, edhe neve me që ishin dhe fëmijët akoma më të vegjël, nuk e kisha marrë guximin që të kthehesha për festat në Shqipëri. Tani që u rrit pak djali më shumë, e morëm guximin këtë vit. Bashkë do thoni disa, siç thatë, gabim nuk udhëtohet për festa. Nejse neve e morëm guximin, edhe mirë bëm që e morëm, se prindrit na prisnin edhe vendosëm edhe bredhin e vitit të ri. Që vendosëm siç mund të shikoni diçka të thjeshtë shumë e bëm, me që pëlqente edhe fëmijëve. Momentin e fundit arritëm në fshat, por besoj se ja vlente edhe u gëzuam shumë. Kaloni bukur.